mbetimi në skijim. Në botën të rrugës do të mbahet edicioni i tretë të garës së skijimit të stilit të lirë Jump to the Max. Edicioni i parë i kësaj gare është mbajtur në Brezovic para 7 vjetësh, ndërsa edicioni i dytë në Prevall 5 vite më parë. Cili është qëllimi kryesor i mbajtjes të kësaj gare? Çfarë shpërblimesh i presin më të mirët dhe për detaje të tjera, ndiqni prononcimin e Arben Islamit, kryetarit të shoqatës së skijimit alternativ Snow Njeri, që është organizatore e kësaj gare. Qëllimi kryesor i kësaj gare është që të bën popularizimin më të madh të stilive të reja në skijimin botëror, që janë freestyle, pra skijimi me kërcim akrobatik ose snowboarda, që bëhen prej një kërcimore që marrohet prej borës, edhe mbas të akrobacioneve jepen vlerësimet nga juria. Pra na kemi dëshirë që edhe në boge me bo prezentimin e kësaj kategorie 3, edhe ka ardhur koha që bashkë në këtë muaj të realizohet kjo punë. Cilat do të jenë shpërblimet për më të dalluarit? Kështu, duke marrë parasysh se sponsorë kemi PTK-n, pra Posta dhe Telekomi i Kosovës, që i falenderojmë shumë se pa ata nuk ishim mujt me bë këtë realizimin e kësaj. Na kemi kalkulu të gjithë buxhetin, pra vendet e para do të marrin nga një trofe, ka 100 euro pra veni i parë, vendet e dyta nga 50 euro edhe nga një trofe, pra do të jepen edhe certifikatat e gjithë të pranishmëve. E dim që freestyle pra është edhe pjesë e Federatës Ndërkombëtare të Skijimit. E keni në plan që një ditë të jeni në umbrellën e Federatës Skijtare të Kosovës dhe ndoshta të kemi garues tonë në arenën ndërkombëtare? Kjo është qëllimi jonë kryesor, pra freestyle është edhe pjesë ose kategori që matet në Olimpiadat botërore të skijimit, pra po kemi dëshirë që në umbrellën e Federatës së Skijimit të Kosovës, që do të jetë përkrahase e këtij turneu, të bëjmë sa më shumë në promovimin e këtyre stileve të reja në skim që kanë marrë një hap shumë të madh, sepse përveç stilive që bëhen ose akrobacioneve, janë edhe skijat që kanë ndryshuar pamjen, janë bërë shumë më gjana, stili i veshjes, pra gjitha këto elementet bukura e bëjnë që ky freestyle pra të jetë sa më i kapshëm për rini pikë së pari.